Vendi ynë mund të shfrytëzojë tranzicionin e gjelbër për të ndërtuar një industri më konkurruese dhe të qëndrueshme, teksa një analizë e zhvilluar së fundmi nga organizata Milje Kontakt nxjerr në pagë disa probleme që kërkojnë adresim: fragmentimi i kompetencave në fushën e energjisë dhe klimës, apo mungesa e financimit të nevojshëm për transformimin e industrisë, janë disa prej tyre. Ka një lloj fragmentimi institucional për sa i përket kompetencave në lidhje me klimën dhe energjinë, një shpërndarje në disa institucione që e bën një çik të vështirë dhe nxjerr në pah disa elementë që kanë të bëjnë me bashkëpunimin edhe me zbatimin e kuadrit rregullator. Së dyti i vëmë re që ka edhe në kuadrin rregullator dhe ligjor si përherë në letra ne jemi shumë të mirë, po kur vjen puna në zbatimin e tyre dhe shpejtësinë e zhvillimeve bëhet akoma dhe më e vështirë dhe e fundit është më mospërputhja e strukturës financiare, vlera e identifikuar e këtyre investimeve të kalon shumë fondet aktuale publike apo ato të donatorëve. Ndërkaq, bazuar në gjetjet e raportit, theksohet se zhvillimi mëtejshëm ekonomik i vendit ka nevojë për një orientim ekonomik më afatgjatë drejt aktiviteteve me karbon të ulët. Duhet të kenë në fokusin e tyre jo vetëm zgjidhjen e detyrimeve afatshkurtra apo të përputhshmërisë, siç është rasti si BAM-it, apo dhe objektivat e komunitetit të energjisë për energjinë e rinovueshme, për eficiencën e energjisë e të tjera, por duhet nga ana tjetër të kemi edhe një orientim ekonomik më afatgjatë drejt aktiviteteve me vlerë më të lartë dhe me karbon më të ulët, kështu që kjo do të bëjë që të paktën nga pikpamja e shërbimeve të energjisë rinovueshme, digitalizimit të rrjetit apo eficiencës së energjisë në dekarbonizimit industrial, të jenë elementet ose politikat që duhet të orientohen në zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Gjetjet e rekomandimet e raportit u prezantuan në tryezën politikat industriale të gjelbra, që bëri bashkë aktorë të ndryshëm nga institucionet publike, shoqëria civile dhe bota akademike.